Ekonomikisht Kosova është ka fundoset dhe nuk e shohim fundin dhe fundi nuk mund tjetë që ne të falimentojmë krejtë si shtet, por fundi mund tjetë kështu, vazhdimisht në trendin e rritjes jena të fundit, atë vend ku jemi tash sipas raportit ndërkombëtare po mbesim gjithmonë të dytë, pas Ukrainës, kur një vit më herët Ukraina ka qenë me varfër në Evropë, për shkak ishte luftë, për mu krenu duhet krenohet tash Ukraina, sepse ishte me varfra, tash ka dale treta dhe Moldavia ka dale para. Kosova ka mbetur në vendin e njëjtë, s'kemi pas asnjë ndryshim. Në burrit e Kosovës këtu për mburrin nuk ka vend. Ukraina ka hapësirë për mburri për shkak se edhe për shkak të luftës aja ka po me ekonomi përpara. Dhe pse jemi duke ardhur në këtë gjendje, për arsye se dialogu me sektorin privat nuk ekziston pothuajse. Eksportin e kemi në rënje, investimet në rënje, presionin e importeve është në rritje, parashifet që brenda vitit 2026 ne do t'i kena import rreth 8 miliard euro. Si asnjëherë më parë. Do thotë jena shtet konsumus, për çdo ditë prodhimi është duke u dobësuar për shkak të konsumit të dopt. Bizneset e Kosovës po lypin tregje jashtë Kosovës, janë duke gjetë, janë duke investuar. Për herë parë është duke ikë edhe kapitali i Kosovës jashtë Kosovës, jo mo vetëm njerëz të pa punë, dhe gjithë kjo Kosovën e rëndit një nga vendet me perspektivë më të vogël, e them më të vogël edhe për shkak një raport tjetër, sepse fondi për rritje që është mbi 880 milion, ne ende s'kemi marrë për ati fondi kur që rrezikojna të humbum atë fond për shkak të mos funksionimit të institucioneve të Kosovës, të kuvendit, parlamentit. Asnjë shtet në Ballkan nuk ka që brenda 5-16 muajve t'i kemi 3 pas zgjedhje. Dhe kjo e varfron më shumë, dërgon mesazh negativ dhe investitorët hezitojnë të vinë në Kosovë. Kosova asnjëherë nuk ka qenë e sankcionuar ndaj prej fakturave ndërkombëtare. Kemi qenë sankcionuar rreth 2 viteve. Nuk kemi qasje apo mund t'i humbum qasjet në planin e rritjes për shkak të mos funksionalizimit të shtetit dhe institucioneve të shtetit. Kemi rritje të importit për shkak të mungesës së prodhimit dhe mbështetjes së prodhimit. Kemi ikje të investitorëve dhe gjithë këto nuk janë mburrje, këto janë dobësi. Kosova ka mbetë në vendin më të varfër në Ballkan, po mbesmi, vazhdojnë të mbesmi, nuk ka plan se si të rritëm, nuk ka plan si të luftojmë varfrinë, dhe gjithë kjo neve po na fakturohet se jena vendi më i papërshtatshëm për me jetu. Ne nuk kemi, edhe ne si Aliancë, edhe institucionet e shtetit, edhe qytetarët e Kosovës, nuk kanë hapësirë me çka të mburremi ne, sepse nuk kemi asgjë të zhvilluar një brand që mburremi. I vetmi brand i Kosovës që është janë sportistat të cilët po marrin medale, por ato janë individuale, jo kolektive. Dhe gjithë kjo neve nuk na bën të kënaqemi për atë AKB-ja gjithmonë është duke reaguar, duke shprehë shqetësimin e komunitetit biznesit, të qytetarëve të vet, jemi duke pa se ardhmja e vendit është duke u zbehur dhe për këtë fajtor nuk është qytetari, por ata që qytetarët japin besimin, janë qytetarët ata që presin ato të realizojnë ato premtime të dhëna, dhe premtimet të dhëna nuk po realizohen. Për ata, vendi i Kosovës është duke u varfruar gjithmonë, e së fundi tash edhe raporti që në Kosovë është mbi 7% inflacioni, kjo nuk është mburrje. Kosova inflacioni më të madhin e ka në Evropë.